ju përshëndesim nga kuzhina jonë, si gjithmonë në ekranin Report Televizion. Ky është momenti i anvisave, momenti ku ne tregojmë dhe shpalosim më të mirën tonë në kuzhinë. Mirë se të gjeta me produktet gati për të filluar me recetën e parë. Me një ëmbëlsirë të thjesht, të shpejt, por jo nga ato receta që thonë për 5 minuta, vetëm për 5 minuta nuk është. Kërkon ta ma minutazhin e vetë. Vështirësia, nëse doni të thoni ju, vështirësia është mesatare, nuk është as e lehtë as që kërkon shumë orë, është mesatare. Kam qumshtin, gjalpi që të dyja unë i kam vendosur që të gjalpi të tretë dhe qumshti të ngrohet. Kam vezët, dhe kur flasim të vezët, kam vezët o vital, do kuptohet, shiko, e verda e vezës, e verda e kuqe, disa dy të plota, një vetëm të verdhë, no? Janë të plota, bezi shpërbëhen. Kam limonin që mua më duhet ta vendos tek sherbeti, ku kam ujë, sheqer, kanell dhe dua dhe lëkurën e një limonit. Këtu e lëm më njanë, pra iku sherbeti. Tek qumshi që unë e kam ngrohur, e heq më njanë. Kam gjalpin e tretur që e kam këtu, dhe automatikisht e largoj këtë pjesën e gjalpit që e kam të duhur. Marr vezët dhe do t'i rah me sheqerin. Më pas do të shtoj një sështen. Kam vaniljen, që do t'a shtete qumshti direkt. Dhe ja ku janë të gjithë përbërësit, duke shtuar tani edhe petët. Petët po duhen të holla që të jenë për baklava. Të gatshme nga këto të holla që i shtrojmë në tepsi. Byreshka ose mini role të mbushura me krem të bardhë. E rah mirë. Do të shtoj mas qumshti. Tani me këtë po përgatisim pjesën e mbushjes. Pjesën e kremit. Të kremit, të këtyre roleve ose byreçkave që mund t'i japim forma të ndryshme. E rëndësishme është mbushja e cila ka këtë krem me vezë, me një seshte, pak qumësh që shtuam dhe krijohet kremi. Ja. Avash, e gjithë masën. Se lakështira, avujt, normalisht bëjnë të vetën. Një përzierje shumë të mirë. Dhe ja, avash, do krijohet një masë homogjene, pa kukrizuar. Mos të kem kokrizimin. Gjë që mua më shpërbohet e qumshti, pa problem, nuk është miell. Dhe nëse shteja ka këtë veti shumë të mirë, që nuk kokrizohet. Fillon cimentohet në fillim, po pastaj duke e përpunuar, ajo fillon tretet edhe nuk i lë ato kokrizat që të pengojnë homogenizimin e masës kryesore. Kjo bashkohet me qumshtin, apo jo? Masën? Se na duhet jetë një masë e trash, që të mbaj peta. Ja, tek e shtuam në tenxhere, tek qumshti. Aty hodhëm dhe një pakush të vogël, pako të vogël nga vanilja. Sikur se kam edhe vanilje. Për aromën e mirë Kam edhe vanilje që kam edhe vanilje shkop. Po, e gjim në 3 variante. Pluhur, shkop. Të pikset. Edhe është dhe ajo e lëngshme. E lëngshme, janë në 3 mënyra. Kam petët. Ne do t'i organizojmë petët që t'i japim mundësi kremit të trashet pak në sobë bashkë me qumshtin, një seshten. Do fillojmë ta tarazojmë përsëri derisa të trashet masa. Këtë një masë e plot, pak a shumë si kremi mualebi, apo jo? Ose si beshameli që e përgatisim për tava të ndryshme. Një përsëritje, i përbledhim tani produktet e këtyre ëmbëlsirave, shojmë së bashku tabelën me renditjen e produkteve bashkë me gramaturat e secilit prej tyre. Ne po përgatisim një tavë mesatare ku përgatiten ëmbëlsirat për një tavë normale, byreçka mini role me krem të bardhë dhe sherbet. Pra, do të ketë edhe sherbet kjo recet.
Për kremin do t'ju duhen 500 ml qumësht, 100 gram sheqer, 50 gram niseshte misri, 50 gram gjalp, 1 lugë çaj ekstrakt vanilje, 2 vezë plus 1 e verdh veze, pra 2 vezë të plota dhe 1 të verdh, lëkura e grirë e 1 limoni. Tek petët, një pako petë për baklava dhe 100 gram gjalp i shkrirë. Shurupi na kërkon 200 gram sheqer, 150 ml ujë, lëngu i 1 gjysmë limoni dhe 1 shkop kanell. Paralelisht përgatisim edhe shurupin edhe kremin. Derisa kremi të trashet pak, që të mbushen këto petë, të cilat Albana tani do t'i tregoj se si do t'i mbështillni, prisni apo ju jepni formën e duhur. Qëndroj unë aty për të trazuar. Do kemi pak problem gjithmonë të nxjerrja. Pra siç e kam petën, tendencën për të ngjitur. Po, siç e kam petën në katërsh, do t'i marrë dhe do t'i spërkas me gjalp. Ta du të bëj petët gati. Një palosje në kuadrat. Sërish. Tani edhe kremi përveç se do të trashet edhe do ta lëm që të ftohet. Sërish bëj gati petët me radhë. Sepse peta e do gjalpin. Mos harroni furrën e para ngrohur. Në 220 gradë që unë e kam dhe kaloj të 200-a. Ja, 200. Gati është edhe kremi, u rëndua. Duhet të jetë i mpiksur mirë. Këtu është sekreti i kremit, sepse unë du ta kap me lugë. Po. Bëjmë palosjen. Nuk harrojmë sherbetin, që e kemi me shkopin e kanellës, sheqerin, edhe ujnë. Po të doni ju. Kremi është që gati. është limoni, që mua më duhet të kem. Ups. Vëri një kapak se është duke marrë ato fuskat e fundit. Atëherë. Kisha merak mos përkatesha. Largoj. Gjithsesi është gati kremi, do ta lëm pak të ftohet, ndoshta të marrim një tas të Po. cilën e përdorim vazhdimisht kur duam të ftohim këto lloj Dhe kremrash. vendos direkt sherbetin. Ja, këtu. Sepse është ancet akoma këtu. Gjithsesi do ta shtojmë aty që të ftohet dhe me petët tani. Pra do të kenë edhe sasinë e gjalpit, pra të yndyrës që i duhet për t'i mbajtur ato të buta dhe të shkrifta. Po, edhe më Sikurse pas këtu kam një të verdh veze që unë do luajm në fund. do lyej petën përsipër. I bëj gati petët, që thjesht vetëm të kem mbushjen. Shikoni, pra keni shkopin e kanellës, patjetër që unë të bëj lëkurën këtu. I kam bërë gjë, asgjë si kam bërë, le shkoj të marrë rëndën e madhe. Po, se janë disa lloje në fakt rendesh që janë të këndshme për Azara tipar, madhe por që që je. nuk grin fare. Atere, ku lëkura e limonit është të hollë, normalisht kjo s'ka çfarë i bën. Pra duhet të jetë limon i drash, bergamondo, qitro, kjo është e dur, sikurse dhe tek hudhra që bën punë. Kur është... Unë ja kam vënë fajin grishës. Jo. Atere, grim limonin, aq, Holl sa pjesa e bardh, mos të jetë. Do të shtoj dhe një pjesë këtu. E largoj. E largojmë se nuk duhet më, madje. Me ndihmën e thikës, do të shtoj lëngun e limonit. Pjesën tjetër e lë se më duhet. Këtu
Pra paka shumë tani jemi në fazën që do të mbushim petët me kremin, që e kemi lënë të marrja të formën e trash të plot të tij, për t'ia shtuar brenda petëve të lyera me gjalp. Është një ëmbëlsirë e thjeshtë, e shpejt, do 2 procese paralele pune, përgatitja e kremit, lyerja e petëve, paralelisht me këtë pjesë zjen edhe përgatitet edhe shurupi apo sherbeti, të cilën ndim të gjitha përgatisi me sasinë e sheqerit, ujit, edhe kanellës, limonit gjithashtu. Tjera që t'i kem gati unë. Pra 1, 2, 3, 4 kemi gati 1, 2, 3, 4. Edhe masa, se patjetër që duhet ftohet e masa. Ftohet edhe në pikset akoma më mirë që të qëndroj brenda petëve. Palosja e petëve në formë katrori, lyerja e tyre me gjalp të shkrirë. Pak gjallë do t'i lëm në fund të verdhës së vezëve, për t'i lyer edhe me të verdhën e vezëve në fund fare kur të vendosen për t'u pjekur. Dhe pasi të piqen, sherbetin, siç është tashmë e ditur kjo pjesë. Ja u lexoj edhe një herë produktet anvisave tona, sa të bëhet gati dhe pjesa tjetër e petëve, byreçka mini role me krem të bardhë dhe sherbet. Pra është një ëmbëlsirë me këto byreçka të vogla. Do të përgatisim kremin me 500 ml qumësht, ose thënë në masat e gotave 2 gota qumësht. Gjysmë gote sheqer, 100 gram sheqer, 50 gram niseshte misri, 50 gram gjalp, 1 lugë çaji ekstrakt vanilje, 2 vezë të plota, plus 1 e verdhë veze në fund fare për t'i lyer byreçkat. Lëkura e grirë e 1 limoni, të cilin ja shtoni edhe tek sherbeti, edhe tek kremi. Ndërsa një pak opet për baklava të holla, ju duhen dhe 100 gram gjalp i shkrirë me të cilin lyeni petët duke i palosur ato në formë katrore, të barabarta, simetrike. Përgatisim edhe shurupin me 200 gram sheqer, 150 ml ujë, lëngun e 1 gjysmë limoni ose lëngun e plot të 1 limoni dhe po ashtu dhe 1 shkop kanele të cilin ja lini derisa të trashet nga tretja e sheqerit. Pasi t'i kemi përgatitur, mbushur me krem, byreçka do t'i vendosim për t'u pjekur, të lyera fillimisht me të verdhën e vezës dhe pasi t'i kemi larguar nga fura, do t'i shtojmë edhe sherbetin. Duke i mbushur, duke i vendosur rresht me njëra tjetrën në tepsi. Tepsin ta lyejmë me gjalp, ja të lyejmë edhe bazën, fundin e tepsis, që të mos na ngjisin, megjithëse do të shtohet edhe. Unë do të bëj 2 mënyra. Do atë delikatesën e mbështjelljes, se duke qenë se është kremi butë dhe shtypja ose palosja me forcë, do t'i kthejmë shumë nga të drejtën, jo, të them të drejtën, kremi kërkon akoma ftohje. Dhe vazhdojmë punën në kuzhinën tonë për të mbushur petët e tjera me kremin e përgatitur. Shpresojmë që t'jetë ftohur, ja Albana po bën maksimumin që të jetë një masë e ftohtë, sepse duhet që t'i vendosim për t'u pjekur dhe të kalojmë punën tek pjesët e tjera. Unë nuk doja që ta kisha gati, sepse nëse unë e kam gati, çu kuptua që ne po gatuajmë së bashku. Sepse kjo recet kremin ka gatim. Kremi dhe do t'jetë impiksur kremi. Kremi do t'jetë shumë impiksur. Atëherë. Mbushja është e tillë e duhur që t'jetë plot ajo peta me... Sa më shumë të mpikset, akoma dhe më mirë është. Letëson punën tënde, letëson punën time. Filloj dhe... ansoret. Pra, një mënyrë e keni të tillë dhe një mënyrë tjetër është duke... Kjo mënyra më pëlqeu shumë. Duket është si më praktike për t'i mbështjellë petët. Masën. Që unë të ke mundësi të vendos vetëm të gjatat dhe një në ansoret pastaj. Se 2-3 të parat janë pak më me siklet që është kjo masa e nxehtë, se pastaj kremi dhe fillon ftohet edhe mpikset më tepër. Do ndihmon pastaj akoma dhe më tepër. Që gradualisht, mos e kurseni mbushjen, duhet të jenë plot me një ansoret, mbushje të bollshme. Kap si puna e zarfit. Po. Thjesht në vend të vinovilit, të dikurshëm ju keni gjalpin. Ja. Opa. Tani të gjejmë mënyrë.
Ke do një truk ti që nxjerrë? Atëherë është me hudhër. Me hudhër? Po. Me shiring. Ja, hudhëro. Ose me shiring. Po. Ti bëjmë duart jam e jakshu. Opa. Dhe direkt. Tani, aty ku je Niki, e rreh edhe i lyen edhe këto. Do marrë ato furçën ma ti, që po, furçën e ka mund, po, e drejtë është. Kur të mbarosh me mbushjen? Shumë e drejtë. Ja tregojmë palosjen e zarfit, të zarfit Shiko pra ja, shumë pak kohë na duhet, që ne të kemi mpiksin e duhur. Aq sa, duhet akoma dhe me mpiksur. Fillon dhe nuk kri në shtratin e saj. Këtu. Këtu. Të tillë. Okej, dhe tjetra. Radha për tjetrën. Ndërkohë, të palosëm pjesën tjetër. Pra mos u sikletosni tek të parat. Sidomos ju jeni në shtëpi dhe nuk ka arsye që të sikletoseni, sepse... Marr pak këtej gjalpin dhe ndoshta tasin nga ana tjetër. Këtu e kam unë. Këtu. Ansoret. Palosim. Dikur, kur ishim në shkollë, ka qenë qova një letër mu në post, u shku rrugës humbi, e di shoqja mbrapa meje dhe në xhep ma vuri. Atëria, Niki që ndihmon shoqen. Shumë mirë që e mbar mend. Po, gjërat e fëmiris mbahen mend. Kishin atë rimën. E ka më problem të mbaj mend të djeshmen se sa? Të kaluarën. Ato çfarë ka ndodhur para kujtesa afat gjatë dhe afat shkurtër. Ma ke bërë një temë të tillë? Ka një shpejt për shembull? Kujtesën. Po pati a e di sa u intereson moshës time të dinë se çfarë mund të përdorin, çfarë mund të hanë, ato ushtrimet e mendjes. Përveç ushtrimeve po, që merren specialistët e duhur, për pjesën e se çfarë, është rozmarina shumë e mirë për kujtesën. Dhe Covidi ka lënë shumë pasoja me kujtesën tek njerëzit, kështu që e shohim jo vetëm të moshuarit që the ti, po edhe të rinj që janë kohën që nuk ka memorien që kanë patur më përpara. Ja tek kemi mbërritur në fund pra të petëve të mbushura, mos vendos gjë tjetër tu anash. E ke të fundit, petët e tjera që na kanë mbetur, absolutisht nuk na shkojnë dëm, sepse bëjmë një byrek dhe për 7 palqefe. I kemi në dispozicion aty, nuk thahen, kujdesemi duke i mbështjell dhe i shfrytëzojmë për gatime të tjera. Pra, ju do merrni një pak opet, do përdorni gjysmën. Me sa kuptoj, 1, 2, 3, 6 të tilla kemi mbështjell dhe ajo e 7-ta që e pjekim më vete. Tani, me pak yndyr, si se shton vezën tek tasi me gjalp, se mbase dodhen çika të... Më del me shumë. Yndyrën, tani dihet të mbëlsira byrekët kanë sasinë e yndyrës, o do t'i gatuajmë si duhet dhe pastaj do t'a kufizojmë, moderojmë konsumimin e tyre, ose pastaj më mirë mos i gatuaj fare, tani yndyra e duan ato. I jep shkëlqim, i jep ngjyrë të bukur, dikush nuk i do këtu me sa përshof të lyra me vezë. Atëre të veza që veza mos të mbaj ja një sekond, këtu. Porosia? Që veza mos të mbaj pakos fare uthull. Ja e zgjidhëm dhe këtë pjesë. Pakos fare uthull. E zgjidhëm. Dhe nuk do keni aromën e vezës. Jo të gjithë e duan erën e vezës. Do t'i jap edhe një lyerje tjetër pjesëve që nuk kanë uthull. I lyej një herë kështu baziken dhe më pas super. Ja, këtu janë petët roletë mbushura me krem, të cilat tani do t'i vendosim për t'u pjekur në furrën tonë të ngrohur në 200 gradë Celsius. Pasi t'jem pjekur, sherbetin sipër dhe do t'i shijojmë. E gjithë kjo pjesë, nuk dua të lë asgjë. Kremi pra kishte qumshtin, kishte niseshten, vaniljen, me shijen e vaniljes, 2 vezë,
do t'i trashni pak, le themi këtë mas kremoze, vetëm kremi ju intereson, besoj qumë sheqer, një seshte, gjalp, vanilje, 2 vezë dhe të verdhën lieni për t'i lyer në fund petët dhe lëkura e grire një limoni. Këto janë përbërësit e kremit. Petët po ashtu të lyera me gjalp dhe sherbetin që ju e dini tashmë se keni bërë shumë ëmbëlsira dhe baklava e zëmos për ta definuar, si të thuar, si proces, mjeti që kishte 10 emra. Felashk, garushde, edhe 8-9 të tjera që na i zbuluan shikuesit anvisat tona ko më parë. Tani, le të shërbetosim t'i majmë pak kosa të bëhet panceta? Po, pa tjetër. Vjeta momentin e duhur, që të shtojmë shërbetin këtyre byreçkave të mbushura me krem. Te shërbeti kemi shtuar ujë sheqer, lëkur limoni edhe një shkop kanelle. Do përthithin se do përthithin byreçkat, pjesa tjetër do qëndroj ashtu në tepsi, kur ju vjen dikush në shtëpi, përgatiteni shpejt e shpejt, sepse nuk ju merr as shumë kohë dhe as shumë para. Po.